Edhe këtë vit maturantët duhet të aplikojnë përmes platformës e-Kosova për provimin e maturës. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar maturantët se që nga sot do të fillojë aplikimi për provimin e maturës. Aplikimi do të zgjas deri më datë 10 qershor 2025, ndërsa aplikimet do të aprovohen nga koordinatorët e shkollave nga data 1 deri më 11 qershor 2025. Maturantët do t'i nënshtrohen provimit të maturës shtetërore më datë 21 qershor 2025, kurse rezultatet do të bëhen publike më 30 qershor 2025. Për të gjithë ata që do të kalojnë provimin e maturës, certifikatën digjitale do të mund ta shkarkojnë nga njëjta platformë, e-Kosova. Testi është planifikuar të mbahet vetëm në një ditë dhe do të përfshijë vetëm 4 lëndë: gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematikë dhe një lëndë që vetë nxënësit do ta zgjedhin. Secila nga lëndët do t'i ketë 25 pyetje dhe në total provimi do t'i ketë 100 pyetje.